Në vitin 92, thonë ata, Sali Berisha i pandeuri ishte president dhe u bën privatizimet e apartamenteve nga cilat përfituan edhe Argita Maltezi si vajzë e familjes ti në apartamentin e ti dhe ja marrë për Maltezi tek i jati. Dhe këtë servirin në akuzën e tyre, pra në një proces ku përfituan 220.000 familje shqiptare, përfshi ish presidentin e vendit Sali Berisha, që kishte një apartament 3 dhome e 1 kuzhinë. Pse e dhash këtë shembull? E dhash këtë shembull si shembulli më tipik i përdorimit të drejtësisë për qëllime politike. Po ata që mendojnë se mund të përdorin luftën kundër korrupsionit si mburoj për luftën politike, ata gabojnë rënd shumë dhe i bëjnë vendit një dëm të tmerrshëm të jashtëzakonshëm. Drejtësia nuk duhet të jetë politike. Nuk ka asnjë lider opozitar që të ketë imunitet ndaj drejtësisë. Por, kur ti arreston pa akuzë, po vetëm si person anhetim, vitin elektoral liderët e 2 partive kryesore opozitare, kjo dëshmon se ti bën gjithçka për të marrë zgjedhjet. Për të marrë zgjedhjet. Dhe kjo është drejtësi ndaj dhe ju, miqtë e mi, asnjëri nuk duhet të gabojë. Është fatale ky gabim. Nuk shitet pluralizmi. Se ke shitur lirin. Po, lideri, çdo lider, çdo është përgjegjës para ligjit. Po kur bëhet në vitin elektoral pa akuzë, kur vihet në arrest pa akuzë, po vetëm si person hetim, kjo tregon sulm të mirëfillt politik dhe përdorim politik të drejtësisë. Tani të pyesun ju, çfarë qëndrimi duhet mbaj unë? Unë nuk mbaj qëndrim për veten time. Qëndrimi im ka të bëjë me lirinë tuaj. Ka të bëjë me lirinë të çdo qytetari shqiptar. Jo për Sali Berishën. S'mund pranoj kur një drejtësi që përdoret për shtyp pluralizmin.